Përshëndetje, miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dikush është në krizë për ty. Pra, jeni larg, jeni në një lidhje të komplikuar, të fshehtë, dhe ky person është në krizë për ty. E vuan të largësi, e vuan të distancë. Kush është ky person? Kulla e këtij personi është pak e në probleme. Pra, familja e tij, jeta që ai bën. Është një person pozitiv që lufton fort për mos i munguar asnjë gjë familjes. Lufton, është me këmbë në tokë. Ka këtë kuror, këtë ylber me kupa. Do të sjell një lajm të shpejt. Do të vi ky ushtar, ky luftëtar me të shpatë në dorë, me të kalë, për të sjellë një lajm të shpejt. Ti je pak e mërzitur, mbretëresha e shpatave me këtë person. Sepse ky person nuk mundet dot të vi të flasë me ju, të jeni pranë njëri tjetrit, sepse është larg, ka impenjimet e tij, ka punën, familjen. Por ky person do të mbylli një kapitull të vjetër të jetës së tij, sepse ka probleme, ka mendime negative, ka stres, ka nespagjum. Kur ju mendon ju, sepse ju për të ti je perëndesha e bukurisë, je femra e tij e jetës. Je ajo perëndesë e bukurisë me këtë dritë dhe me këtë kuror me gur diamanti, por është dhe pak egoist, nuk ua shpreh të ndjenjë që ka. E ka i përfashën, ka mendime shumë pozitive dhe ju sjell shumë shpejt këtë lajm. Është shumë i dashuruar me ju, mbreti i kupave, do drejtësi dhe barazi në këtë histori të bukur dashurie, lufton fort sot që këtë histori mos ta humbasi, pra lufton fort për mos ta humbur këtë histori, është i impenjuar, është një person që është familjar, por ju do, dhe pse jeni larg, nuk keni takime të shpeshta, ai ju mendon në çdo moment që të jetë pranë jush. Rrota e fatit më tregon pjesën që ky person ka këtë rrotë fati si hajmali për ta mbrojtur në shëndet, në dashuri, në rrugtimin e jetës së tij, bashkë me ty. Ushtari i shkopive më tregon që ky person ju shpreh, edhe pse është larg, ju shpreh pasionin, dashurinë që ka me ju, ëndrat që ka thurur për ju, dhe merr një vendim në jetën e tij për ta ndryshuar këtë marrëdhënie, për ta bërë më të afërt dhe pse jeni në largësi. Me kë rezonon kjo histori dashurie? E komplikuar në largësi, me të shenjë, me peshoren, me binjakët, me akrepi, me gaforen, me dashin, me ligjëreshën, me shigjetari, luani dhe ujori. Kurse me gërmat e emrit të mbiemrit apo të vendit a qytetit tuaj, është energji e përgjithshme, mund të rezonoj me gërmën X, M, gërmën E, gërmën S, J, R, T, gërmën U, Sh, Z, G, Q, gërmën K, L, A, H, F, R. Faleminderit shumë, miqtemi, mos harroni të më dhoni një like, një zemër të vogël poshtë videos.